Ato saga që nisin e mbaron. Po kjo është histori e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një ditë të re këtu në emisionin Drive Me Crazy që transmetohet në Klan Radio 88.6 102.0 dhe në Koa Vision. Përndryshe jemi drejt për drejt edhe në YouTube, jemi në koa.net/klanradio.fm për juve që doni me në ndjek edhe në mënyra të tjera. Sot kam kënaqësinë që në studion time, në studion time të rregulluar ka ardhur jo pranvera, po kolegja ime më e re, Fiona. Fiona në të shkurtëra. Tra. Po i thash nani radiatorat, a pet ke u dash tani me hek në shkurta. Mos edhe në dalë në shkurta. Nëse kam këtu një plan rezerv B, nëse veç vjen freskët, kështu që në rregull është. Për momentin e kam pak freskët, po me kalimin e kohës e di që nxehet atmosfera. Me 8 gradë po i nisim edicionin e sotëm, edicionin e së ejnëtës këtu në Glam edhe në KTV. Njëkohësisht jemi në transmetim të drejt për drejt me Drive Me Crazy, emisionin tonë të përditshëm nga hëna në të premte për orës 16 deri në 18, ku flasim edhe për komunikacionin, edhe për temat tona ditore dhe për shumë tema tjera që i rokim në ndërkohë. Kështu që bashkë e kena një super 2 orësh me shumë energji pozitive edhe me shumë të qeshura që na presin. Na presin, nëse sot s'do të thoja që ja, na presin të qeshura, nëse e marrin pak si e zymt. Nëse e marrin temën, nëse e shohin atë pjesën e gjysmë të mbushur. Që ndodh shumë rrallë. Po, duhet që ashtu me pa. Gotën me pa gjysmë të mbushura? Po, jena në festa, jena në ditë festive. Na kena qef me pa gjysmë të zbrazët ose mos me pa gotën hiç. Ja, mos gaboni pa gotën. Personi që të mungon kët dhjetor, kjo është pyetja për sot. Do me thonë mundet me ndodh që ndoshta veç këtë dhjetor po të mungon dikush, nuk do me thonë që çdo dhjetor të mungon dikush. Po. Për momentin që dhjetor, kom kishe pas shef me pas ngat, me dal me bug një gëzuar. Ha? Cardi B halal. Bibi. Në shembull. Është të bo, do me thonë spektakl. E posh edhe parzit një video e mësojsh, na jo më ne kemi mësu. Legjende gjallë. Fryma e fundit është kënga që e bën hapjen e emisionit për ditën e sotme, është bashkëpunimi mes Alban Skënderaj dhe Kapital Titi. Kemi rikthyer në 049978 numrin e telefonit ku po presim telefonata, veç kanë arrit, po të njëjtin numër po presim edhe informatat e juaja rreth komunikacionit, me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara. Sa i përket derivateve më cilësore, ju i gjeni tek Petrol Company, në secilën pikë tek Petrol Company mundeni me rimbush makinën me derivate më cilësore që bëni më shumë kilometra, edhe bëni pjesë lojës shpërblyese për juve që rimbushni makinën vlerë më shumë se 10 euro, merrni një kupon 22 kupona 33 kupona kështu me radhë, edhe po mundeni me fitu një anën prej shumë shpërblimeve, po shpërblimi kryesor vazhdo me qenë vetura tek Petrol Company. Sa i përket komunikacionit, nga informatat e para që kanë arritur në 049978 na tregojnë se qasja për tek rrethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës me kolon, për mjë qas rrethi i Çaglavicës ka kolon edhe nga lart Vetërnikut, dalja e autostradës në Vetërnik me kolon, dalja e autostradës në Fushë Kosovë me kolon. Pastaj rruga Tirana deri tek rrethi prapa stadiumit vazhdon kolona edhe në rrugën UÇK dhe në rrugën Zagrebi, si dhe rruga Gim Ramazani deri tek udhkryqi i Menzës është pjesë e ngarkuar me kolon. Këto janë informatat e para që kanë arrit në 049978 ja telefonata e parë. Alo. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje në gjatë, përshëndetje edhe për ty. Po fat. Kush e vendos? Flet në gjatë. Apo motra është të folë me telefon që e dur për i domës shku. Thash që ka pëndohë, se zakonisht jena mësu qëtësi me pas për natirë tim. Qysh je? Po, mirë faleminderit. Me juve gjithmonë mirë. Faleminderit në gjatë, faleminderit që gjithmonë me neve. Tregom cili është personi që po të mungon këtë djetor. A ka dikur që po të mungon? Këtë djetor po mungon vazhë e ime Adriana, e cila po sëresh në Universitetin e Edinburgut të Skotlandës tash 3 vjet. E kisha pas dëshirë me pas, a tha këtu mirë po rrethon një nësi, soi që e përshëndesim shumë. Edhe po vjen mirë që kemi kuadro të tilla në universitetet evropiane. Po, faleminderit. Në gjatë faleminderit ty që na thirret, përshëndesim. Ditën e mirë. Gjithat mirat edhe për ty, faleminderit. Se
keni tyt. Çka ndodhi tyt? Enza Home ka ardhur me një super ofertë që vlen deri me 25 dhjetor, dëgjoni. Kam filluar domethënë sezonet festive, ju thesha shkoni edhe vizitoni, përndryshe nuk keni vonë as tash, se nëse shkoni atje përfitoni TV set për vetëm 169 euro, dyshek dopjo me 10 vjet garancion, për vetëm 299 euro, tavolinë e ngrënjës që rritet, po 169 euro ose këndi që bëhet edhe krevat për 699 euro. E keni deri me 25 dhjetor te Enza Home, që është në Çaklavic kilometri 6 drejtim Ferizajt, për juve që doni me shku me përfitu këto super zbritje, mundri me pa dhe Enza Home Kosovë në Facebook e Instagram. Hajde telefonata, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, kush na përshëndet? Zona. Zona, nga na telefonon? Po të ju telefonoj nga Prishtina. Okej. Zona, a je shoqe Arianës, po? Jo. Okej. Personi që po të mungon për këtë dhjetor, kush kishe pas shef me ardhë për këtë dhjetor? Po mungon këtë dhjetor, besoj që është vllau që jeton jashtë. Okej. Edhe as po mundet me ardha, ja? Mrena? Pallojnë edhe pak si janë bloku aeroporti për shkak zgjedhjeve. Okej, e për që ta s'po mundet me ardha, po let niset në kam. Po, valloj, se ki kesh. Në kam, sa ta thanë edhe në kam unis, që shtu i nita. Mos kesh të jasojnë aty, thuj se kom vlon këtu, po në serios, Arion. Qëre të njere. Ku je zonë që tash për momentin? Vaj? Ku je për momentin? Të famë se po. Për më holla Katalorda. A ka kolon? Momentalisht jo. Okej. Hajde kalofshit mirë, një super energjie pas një aty. Të fole Arionës, U kry, hajde. Grashuni. Qështu bre, sa ma gjallë se tjetra. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Kush nga Prishtina këtu. Hajde Kojshike, çush je sot? Mirë, ju si jeni? Mirë, për mrekulli, kush po të mungon këtë dhjetor, Kojshike? Vallai motra. Ajo në kanat që është, ha? Në kanat. Ja, u kena mësu edhe ku i keni, bre. Të dikush po thot veç jashtë, tani i knej, na po ja u dim edhe ku bash. Jo. A ka raj surpriza jo që e përmende këtë javë? Jo. Halo, kur gjo? Nuk kam kush farë, jo, kush farë surprizë. Hajde, po urojna mu be fa super të mirë. Tong Kojshike, kalofsh mirë, po se koka, po jo koka e koncentrume ani. Kush do që na vjen, ose motra, ose vllau, kretë këta persona që i keni kështu për zemër, edhe uroj që t'jeni bashkë këtë fund vit, ose ju atje, ose ata këtu. Mos haronim në serios me porosit, pijet më të mira festive për këtë fund vit. Verëra të ndryshme keni edhe pijet të tjera festive, 2200 lloje keni në Sirius Wine, po mbi 200 lloje keni në zbritje nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor, deri në 50% zbritje keni në shumicën e pijeve, kështu që hyni në SiriusWine.com, bëjni porosin, edhe festoni gëzuar me më të dashurit kudo që t'jeni. Alo, përshëndetje tjetra. Një dita, kush na ka telefonu? Ali Dojqe nga fshati Piran, komuna Prizrenit. Po si e zotri Ali? Pa e me thonë mirë, zotri. Mirë thuj me thonë se shkëlqyshëm. Hajde tregona kush po të mungon për këtë dhjetor. Po mungon shumë, të thonë drejten. 4 mesa, 2 nipa, 6, e 2 gjeme, 2 reja. 10 vetëm të vas familjet po mungon. Do më thonë, nëse ata nipat, mesat, rejat e krejt këta familjar që si ki ofert, kishin dëgju që tasht, edhe nëse ishin nis me ardh, ta kishin bo dhjetorin shumë të mira, po? Me të tërgu drejten ata për në aferën atje, po nuk i kemi gjendje së ndënësore më shku atje, a vina nuk vin, nuk e dim, po jemi ma të market që shkemi jetë. Do më thonë, jetën veç vet apo jetën edhe me dikon tjetër? Me shoqen, veç me shoqen jemi. Okej, mirë që i paske edhe shoqen, edhe normal që i pak ma letë. Faleminderit shumë që na ke thirrë, përshëndesim shumë e përshëndesim. Emisioni shumë i bukur, i fillon, inshallah Zoti ju ndihmon. Faleminderit shumë Gjumboja. Faleminderit për fjalët e mira. Për ndryshe po, ata që po na nin edhe po i nin kanë herë flend që shto është mirë me marrnin, me thonë diçka pelaq to kes edhe po shkoj si vjet. Tip meni, tip super, tip maksim është rrezoni. Nuk është po e përjetova. A din e kena unë e piona kena një të keqe, po se ti pas ke shku po, unë halon fillim jam. E kena të keqe një me pionën me thonë diçka na e paramendojna, edhe që ata masane hina pak në aty të njeri.
Tip mini, tip super, tip max janë 3 super pakot për juve që jeni me parapagim tek IPCO, edhe mundeni me zgjedh njënën prej tyne pakove me shumë minuta SMS, me shumë gigabajt internet që vlen në ballkonin perëndimor, edhe mundeni me aktivizu vet përmes kodit që keni yll Nini 0 yll ne ose 2-3 varet pi pakos thurje, ose mundeni me shku njënën prej dy shanëve të IPCO-s dhe më thon apo aktivizoni çto se ella. Janë të rastet që kurimi larg me njerëz të dashur ose në për eventet e dashura që interneti domethënë bën mrekulli. Kom pa raste shumë në koncertet tim që me kamerë live domethënë me internet. Po. Ja lëshojshim këngëtarin edhe për vitri, edhe për shumë evente tjera të rëndësishme, po jemi bashkë qoftë përmes telefonit, e di që nuk kam mjaftueshëm, po të paktën po jemi aty për njëri tjetrin, po dëgjohemi, po flasim, kështu që kaniherë mjafton kaniherë në krahasim me para disa viteve. Alo. Unë ndërprej po çert tjetra. Përshëndetje, tjetra telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, me kë po flasim? Një dëgjues Hasan Baraktori, një dëgjues prej Ljubljanës jam. Hajde Hasan, ç'është je? Mirë. Ç'është ju? Mirë, faleminderit shumë. A jeton atje? Po, në Ljubljanë, po. Atje jeton, që sa? Po, që 43 vite. 43 vite. E pas kete pru? E pas kete pru, po këtu Hasan. Po. Dhe start penzione, që shtu ka dole. Mirë shumë, tregom kush po të mungon këtë vjetur. Mungon një vojs, në Gjermani ka shku, si vjet. Ka shku me jetu, a që shpo mendon? Me jetu, me punu, ta e mungon, po. Ajo po të mungon. A nuk keni me qenë bashkë këtë fund vit? Jo, valas, jo. Më vjen keq. A ti mungon ti dikujna? A thu? Me siguri edhe ne mungon e sajna. Okej, vajzë, dhe s'tash mos pi mungon edhe kujna tjetër kështu, mos po ta merr mendje. Jo, këtu jem kretë familja, veç aja na ka s'ke ju pak, po. Po shpresoj që viteve tjera me qenë bashkë, ose festave tjera. Inshallah, ju i përshëndes shumë. Fola ke shqiptarëve atje. Dhe ishte me thonë, fola ke shqiptarëve në Ljubljanë cimi. Faleminderit shumë, edhe ju fola keni, kaloni mirë. Faleminderit që datë mirat, pushimet vukra juve, faleminderit shumë. Pushimet mira edhe për juve që... Gjermanisë bua u fitërce, po këtu s'desha. Tu s'di, do të me i Google Translate se për Ljubljanës nuk na bjen shumë me pas telefonus. Po kena për Slovenisë ka, po. Po jo shumë krasë me vene tjera. Desha me thonë festat vukra edhe për juve që keni vendos me abo vetës një dhurat, nëse nuk po ju mungon një person, po ju mungon një vetur, ju rekomandoj definitivist me shku në Toyota, në Autotrade, edhe me bo përzgjedhjen ose për vete, ose dhe dhurat me abo dikujt. Tash keq mirë. Shumë këshyri mu kështë që Toyota me një fjong, me një fjong? Në këtë aspekt nuk fjongë, me një fjongë. Ashtë me fjongë. Po shojmë që si surpriza në internet, është që shka ka lidhje. Një Toyota, si e gjarin për shambull, i kuqi, në gjyrë për i gjak. Ja nisi tash me te pru dhe me të gjellë në gjyrë. Me një fjongë të gjelbër, tamam gjyrat i vitit 3 edhe që 10 vite garancion keni për secilin model të Toyotës në Autotrade, 10 vite garancion për motorin, kështu që shkoni bëjni përzgjedhjen edhe keni me qenë rahat për 10 vite, shpenzime shumë pak me qënë se jenë vetura që funksionojnë benzin, bateri, i merrni krejt informacionet atje për sistemet e sigurisë të tjera të mos flasim. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na telefonon? Habibi pej Batmergen Tajmit, në Gjermani. Kelmi Tajmit. Ki përshëndetje nga Cardi B. Po, dhe më thonë, ku është more ky vend se pas në ani? Kjo është në Gjermani. Po ku, afor cëllit qytet madhe në i sen? Afor Würzburgit. Kujna? Okej, Ludvinsburgut, apo thu? Würzburgut, okej, larko ka diçka me burga ata. Okej, që ta është në hartë, i kanë qitë se sukonas në hartë. Po, deko ka larg dikon s'pedia s'ku, a je sigur që jenë në Gjermani? Po, jo për momentin Gjermania. Mos je ma tanë kufinit. Po, dhe se qysh është, po mi thot do jam na... Hajde tregona kush po të mungon këtë vjetor. Në këtë vjetor po mungon motra difeti, e asojna i mungon daja syl. Qka jetë Ku pedente që i mungon daja? Pse bash daja syl pi mungon? Se thas po vjen për vitri, e ka pos në plan me na thirë, ose kena pos në plan me po bashk, po që arsya. Okej, do më thonë, a ty po të mungon motra? Po, për momente, për në vjetor. E që kjo daja syl kusha? Daja jot? Daja syla. Daja i motrës tem. Po, e ti shka e ki? Edhe unë doj. Edhe ti doj, pëse s'po thu daja syli joni?
Po në shok të shpesh. Okej. Ko kanë që aty të qkyveni? Të qkyveni në Burg. Faleminderit shumë që na ke thirr, edhe po shpresojmë sa më shpejt mu bo bashkë edhe me pas vitin tjetër shumë të mirë. Urime festat e fundit. Faleminderit shumë të mboja. A kërët po i pranojna. I kam do fotografi fjonë që do. I kam do fotografi që do që të rekoj. Po jo në asë që e këshyra. Google, po nuk desha as kamjanis, as qysh me shkrujtas. Jo, se lëndës në zborg. është zrubër. Dalja autostradës në Fush Kosovë me kolon, qasja për dekrethi Çaglavicës me kolon, edhe në drejtim Prishtinës Dhana Sjeltas, dalja autostradës në Vetrëni kolon e madhe, rrethi me flamurrethi i spitalit kolon, rruga Agim Ramadani me kolon drejt e Kullkryqi i Katedralës, rruga Tirana me kolon, vazhdon kolona dhe në rrugën Zagrebi, në rrugën UÇK dhe rruga Luana Radinaj me kolon në drejtim për tek rruga UÇK. Këto janë informatat e radhës që kemi pranuar në 049978978 për juve që jeni në përvetura, vazhdoni na mbani të informuar, po dhe me na telefonu në njëjtën kohë nëse jeni tu vozit, kuptohet. Midea janë kondicionerët me inteligjencë artificiale që i mundsojnë, domethënë me kursy energji ekstra 30%, edhe që i keni në super zbritje, i keni në super ofertë gjithë kondicionerët Midea. Çe telefonata fiun? Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Një dëgjues nga Klina. Edhe që shë ka emrin kjo dëgjuesi nga Klina? Nuk po donë më deklaru. Anonim, bë. Anonim, të regom kush po të mungon këtë 10 orë? Mu po mungon bashkëshortja. Bashkëshortja? Ka i duhetëm tjetër. Nuk është mo në mesin të uaj. Shkat me antarë familjes të në krejt janë botën e jashtë, unë jam vetëm në shpetë. Kem betur vetëm. Familjarët e tjerë ku janë? Ku ndodhen? Me kënë jeton? Në botën e jashtë, unë vetëm. Veç vetëm kem bet? Vetëm. Faleminderit, të vjen keq shumë se ka shumë njerëz që janë në situatën e njëjtë sikur ti, po jeta është e tillë, ndodhin këto sene. Nuk ka fjalë ngushëlluese në raste të tilla. Faleminderit shumë. Na falni se pak nëse nuk e vonas me. Kemi prit që kemi emocionu nga disa përgjigje. Bile në fillim tham që ka me pas, po më vjen shumë mirë që jena po për njerëz që i kena, do të thonë është më shumë tema për njerëz që i kena, edhe që ka një arsye të tillë, sikuraj me dojën, do të thonë që më shumë po don doja se so me orë vllau. Nëse, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ania nga Gjermania. Kush po të mungon ty? Mu po mungon motra në Kosovë që kam Floria. Pse s'pe merr atje për vitrite? As po të na bedini. Jo, valloj, nuk më nala bedini se tash një vjetë këm pos motrën e tina. Pse s'po vjen ti këtu? Po nuk mujta se jena këtu me banes, nuk e kena bashkë në rregull, e tash një vjetë në pas valloj kësmet. Hajde po shpresojmë vitin tjetër mu bo bashkë. Këtu faleminderit që na ke thirr. Miru pafshi, miru dëgjofshi. Faleminderit. A ofi dërzoj se na bën mi thon a ofi dërzoj. Hajde fillon. Është lexuar një lajm që Rufeja e paska goditat ndërtesën e famshme Burj Khalifën. Edhe ko ka nda një video, po tash kush e ka nda videon, është një paragraf me ma shumë se 5 rreshta, ku përshkruhet personi që e ka bo shpërndarjen e videos, që është Sheiku, do me thonë, i vendit, apo do me ta lexum. Sheiku Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, princi kurorës së Dubait, zëvendës kryeministër dhe ministri i mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe, dhe kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Dubait, dhe vazhdon fjalia, ka ndarë një video. Bish ta në fonda, okej. Më thonë ma shumë tituj së sa. Edhe nisa me lezu nuk u kryke. Qështu lau njeri kur ti ka që ka shumë me në mbjemna dhe tituj? Ka garant edhe shumë pozitat e tjera, po që nështa nuk i kanë zonë lojmi. Dhe të tjera, dhe në fund. Dhe e të jë. Që tjetra? Alo, përshëndetje Fjun. Përshëndetje, kush telefonon? Nuha Fjun. Qysh je Nuha, je mirë? Mirë me juve Qysh po kalon? Me program shumë mirë. Faleminderit. Emocionuese, po shumë mirë. Ka një herë po. Me të pasafër ta kisha po gëzuar me një super bok nu. Valla unë kërmos me prishëm këtë emision kaq mirë të kanë shumë, se unë personat që munguhen janë 3. Cilit janë ata? Kam pas vllon, Mars, djali i hallës ka jetuar në Angli, në maj, edhe vjehra para 2 ditëve. Në më thonë, po fletë për personat që nuk janë më?
A e kuptova çfarë? Janë mo edhe për me mungu kështu se na vajza jemi ka dërguar bileta 2 motra të mia kanë pas me na ardh për vitri, po na i kanë prish planet, na i kanë prish jo po na rasti i vdekjes, po. Nanës të shoqes teme. Ngushëllime për gjitha rastet nu. Faleminderit shumë. Juve veç ju uroj Kërshëndellat e vitin e ri me gjitha të Faleminderit, krejt festat ju urojmë gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. E përshëndes shumë Cimin. Edhe Cimat përshëndet. Edhe pse na dërgove diçka të prekshme, apet mundohet nu aty qysh me e kthi pak më pozitivisht, ja dhoni kohë tjetër. Nu, po na llogarit ashtu çika janë në 2 motrat e mia me na ardh për vitri, po na dështoj. Po shpresoj që për festa tjera me qim bashkë shumë shpejt. Inshallah. Hajde nu të përshëndesim, faleminderit shumë. Dëgjohemi nesër, tung. E Superboku që përmenda është bira numër 1 në Portugali, kështu që ju rekomandoj ta keni në tryezë këtë fundvit, është një birë që ka marrë edhe çmime ndërkombëtare, e keni në përkrejt marketet tona, e keni edhe në për kafeteri, e keni edhe shtëpizën në shesh nëse doni edhe aty me shkut freskët me provu, kështu që Superbok e gjeni edhe në rrjetet sociale. Alo, përshëndetje. Nuha të bonit fala. Enita, unë preki. Alo. Përshëndetje. O, përshëndetje, kush na telefonon? Largo. O, Milaimi prej Ladroçit Mostere. Ku je bre Milaim? Ku Milazimi? Vallaj, ju e një mirë. Ku është Milazimi, Milaim? Ja, vallaj, si tu e kom natë, kom Milazimin home. Çka po bën? Vallaj, si tu. Çu se ka punë? Mirë. Kush po të mungon ty? Allah, Cima, mu po mungon mas pari vajzën e kam në Gjermani, mesën, 1,2 motra. Do më thonë mi pas këta për këtë dhjetor, për ty kish me qenë dhjetori perfekt. Milazimin nga? Vajzën e pas me mesë edhe mipin, edhe dhonëre në ta, ma shkut, akon perfekt, edhe motrat, akon që shka shtu për akona. Shumë po vje mirë që do më thonë na ke telefonu, edhe të folja Milazimit dhe po shpresojmë që të kanë dëgju ata që si ki ofër e me orë. Po në bëni fionës. Faleminderit. U gëzof që hajde. Bashkë me juve, faleminderit. Dëgjofshim. Që tjetra fionë. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty, me ka po flasim. Është era parë që po flasim, po do fotografia kom dërgu Qenani. O Qenan, qëshje? O Qenan, ti e kon me bicikla, po? Po, me bicikleta. Qenan bicikleta? Edhe pse stira pse po të njohëm na. Po shumë mirë. Për çato edhe po prezantu. Është koleksionues i bicikletave, ka një bicikletë shumë të vjetër që ma ka dërguar në Viber kena po. Edhe tash ka dalën këtu elektrike, po pak një bicikletë. Ai sigurt që s'ke thirr kur Qenan? Jo, s'ka thirr kur. Kur? A me na shkruan ka shkruan. Se shit muhabetin e bicikletave un pedi, am treguar në shtat këto. Po, kena kom treguar ti ku tregu fotot e. Okej, se po i di muhabetin e bicikletave që ata tash çus ke thirr. Për momentin kerrjem, kështu dilnim tem as vetë. O Qenan, ku je për momentin? Çka je tu bo? Për momentin vetë se ndrova në shtet hina në shtet tjetër. Nga Zvitra hina në Itali dhe jem të ardhur për Kosovë, se po na mungon Kosova. Je rrugës për Kosovë me bicikleta? Po. Jo. Jo me makinë. Qenan, rrugë në barë mirë se na vjen. Apo të mungon dikush këtë dhjetor? Faleminderit. Normal që nanën e kam gjallë dhe ajo është numër 1 për mua, kështu që edhe je nis me ardhë nana këtu Kosova? Po. Po që kjo është kur të mungon dikush, oj pion, ç'është kjo? Po nana i hyp kerrit edhe nisesh për Kosovë. Bravo. Fjala më e madhe. Fjala më e madhe. S'ka fjalë më të bukur. Qenan, faleminderit. Faleminderit. Të përshëndes dhe rrugë të mbarë, vozitjet kujdesshme të lutem. Se është kohë rrugë e gjatë. Okej, se Qenani shkoj, po presim telefonatën tjetër. Edhe pak s'po shkojmë deri në Albi Mall, edhe pak se pas kom kohë. Sepse unë dum ju tregu. Kujta ka kaluar ju? Më ka munguar. Kush na raportoi kish vetë se kum harruar? Ndoshta edhe ka shkruar se çat shumë ka thirrje fion që e kam pamundur me arrit me po. Por do të mundohem në pauzë. Përndryshe Swiss Diamond Hotel Prishtina për juve që s'keni nevojë mu mundu, po me u kënaq. Mos harroni me 31 dhjetor një super performancë, keni një super nej me shumë ushqime me krejt mirat në Swiss Diamond Hotel Prishtina, nga Albana dhe Albina Kelmendi, live muzik me u kënaq. Edhe me një anare keni një natë tjetër galla që vjen nga Irma Libohova. Kështu që ju që s'keni rezervuar 038 400 040 ose edhe përmes
përmes rrjeteve sociale se më shujti labi. Tha, më falë, tha, po s'jam anej, atëm, kështë ka treni. Lap shumë je i forta. Na ke mungu sot me raportime. Po ti bënë na inqizim në herë le gati që aty vishe shenë, adin, së në spedia je sigurt aty. Kështë që ne menoj që për një me, tho me treni. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Cimo. Allah ile islamu se ki diçka reshatin. Kër? Reshatin, a një reshatin? Po, jo, Allah. Okej. Hajde tregom kush po të mungon. Rabjaha je ko diçka. Ta tre do më po. Ta tre po. O Islam, tregom kush po të mungon. Kush po të mungon? Personi që po të mungon. Bashkëshortja. Bashkëshortja, a është në mesin tona jo? Po, unë po mos jetën, po që e plakë që thirë më jetë më imet mua. Okej, dhe më thonë, a jeton... Se ma rinë, se me ka vetën, po Islam, kalzonani prej fillimit, a i keni gjalla jo, se përna vjen keq edhe mi u pyt. Se po dina asë qysh mi u Jo, dytën, e kom gjallë dytën. Okej. Jo, në 11 më ka shkuar Rametria, e ta se kom dytën. Qysh me të 11, me 11 që ti mujit atë? 11 qka? Me 11, 2011. 2011, se thash kishe me 11 që ti mujt tash qako ke gut. Tash qako ke gut. Vizhaloj në mëtë pasha zotë, ju kesën e unë e kesë krinë. Nejse. O Islam, po të përshëndesim shumë. O, valeminit, vjuan më s'ka shumë se vallaj Jo, po nejse. Kisha bonja 2-3 pyetje, po karo terri, po kështu fëmija e di që në kjera. Kështë s'kem kua, Po që s'ki kua, kë dytën e s'ko s'po ka ko 2 lafe me mu, më s'baj gare. Hajde të në kështë jam. Me të rabi me të kjesë. Të kalem shmimi u pëtë gjopëshe. Do me zona të regojnë kësi raste. Se ta ne bëj pyetjen. Nuk e di as çfarë, edhe me nashti me kesh, veçuve ju kom pa. Që kjo është për të borë si familja. Me të 11-ën. Po, me të 11, unë kështë 11 plus 2, adin shkoj ke bagi, tani thash hajt me të 11-in, para një jave, thash që ka nejt një jave. Psa, po me në që s'ka kësi raste, Po qysh s'ka? Ka. Po qysh s'ka, tu këthy kënena, do me thonë, e merë. A po shkojna dhe në Albi, Jo me s'po shkojnë dhe në Albi, hajde po rime dhe pak shto. Alo, përshëndetje. Mylta për gjithë të lyptimën e për Albi së më lojnë kodë. Po nuk e shenë Albi për ditë bashkë. Momente caktume jam une. Kalzom kur i interesu për në të kalzoj edhe ta bicimin Albi. Ta ekspozoj aty ofër aty në veturave që janë aty. Nuk me që një vjeshtë në kontinent veç një qafë. Ja, veç edhe njerë. Nuk për më ndonë, motra që e kënë në dializ në Gjermani. Motra pi mungan. A niva dializ fjallin a mundon. Po që është në dializ Gjermani. Po shpresoj mu shëru shumë shpejt. Se po një është si me folë prej bunarit. Po më bunarja. Në dhe ka dhe zë Faleminderit që datë mirat. Nuk të kuptum shumicën e seneve, veç motra në kuptum që po të mungon. U merë një mesazh me ljatë, po më shujnë. Ma një bre muskani në kjerë, se s'bën kitë kome gajt, ajo Fiona në studio të gajt live, e lejmë jo. Dalja e autostradës në Fush Kosovë me kolon për me zbut pak. Dalja e autostradës në Vetërnik me kolon. Për një qas rrethi Çaglavicës në 2 anë keni kolon gjatë, po nga Çaglavica është kolona pak më gjatë. Lajmë të mirë për shembull aki? Ka dhe lajme të mira e gjeta duksin. Kolon ka dhe rruga Tirana te Kreti. Jo, ajo origjinal që ashtu qyshe lëpsha. Pastaj kolon ka dhe hyrja në Prishtinë nga kazerma Adem Jashari deri tek salla, jo po tek udhkryqi i katedralës. Se tash edhe terp me nxipi shëlçën ditat e gata. Alo, telefonata fillimisht. Alo. Jo, okej. Alo, Viber. Alo, Ramizi këtu, Cim. Hajde Ramiz, si kalon? Mirë, këtë zoti, po ju si jeni? Mirë, faleminderit Ramizona. Kret rahat shnosh, mirë, faleminderit. Te ndritin e kena pos pak pas shef, po i kaloj. A, ne, gripi për njerëzo? Jo, bre, se pat pi gripit, Po, u met vet këtë dhjetor. Pol për veti. Që po gjun me dur. Pol për veti, ndryt si ke kallzua. Vet po je simptom tash, ka ke. Ja, diçka këtina, diçka i ka ndodh. Tash po thot. Po tina kush që s'do. Jo, tha me 25-in tha e bëj publike kishe. Hajde tregona të lutna se kush po të mungon këtë dhjetor. Po, mos pori fëmija mungojnë. Pse ku janë fëmija? Se në Gjermani, unë do të vinë Kosova. Okej, ti po vjen Kosovë. A e ke dikon prej familjes këtu?
Familjes i kam 2 vllazën, po. Oni pas kemi gëzu, a I gëzon? Po. Hajt kallëzëm se edhe unë kam një vlla. A shtëpiat veta se cili? Ja, po du m'ja bëni pyetje se edhe unë kam vlla. Hajt çysh gëzohet vlla? Po se cili po, mi gëzu, duhet mi gëzua. Po çysh gëzohet vlla u kallëzëm? Ku te posë rrokse. Çysh kur ti shka? Kur ta rroksh, ku ta posë po thram. Kur te posë, kur ta rroksh, mos e rrok më vllahun se pi dhem. Ja, vlla u gëzohet ndryshe. Kur t'ja rrok te dora 500 shen. Po, se ato sa të mdal. Vlog, zot, dryshe vjen ku jebe vlla se s'kum po më ti tap një 200 shen dorë. Edhe o vllau jem bre t'ka për shafet. O sa m'ka marr molli. Hajte edhe një herë bë ma shto dil jashtë, aty e kjo dora tjetër, çka ka? Si be? Hajde. Se du I paska e kalon jetë. Kur ka nevoje, jo 500, po edhe 10.000. Le tash ne po thëm për shef se nevoja për vllau, kur nevoja për vllau I lojna veten keq, ajo kuptohet. Për shef. Por se me që I dark me hongës të një drek në hotel. Po qash 200 po kushton ma shumë. E na që s'kena vlazën për shambull, kush me na rok? E po te pithu, në ndritit vlo jem. Pithu e ndritit, dhe t'vjen e ndritit. Po ba në una thuj, shëshnije. Shtë I kom të centa. Tom, falim derit, Ramiz, ka lëvsh mirë se po shkojnë Anolbi, se na therën. O, dhe ti ashtu ka. Qao, se njoni ishte e lypcimin në broj. Ashtu lyp njoni Anolbi. Që tash t'jena Anolbi? Vet, ka diçka që ndjejmë të gjithë, një thirrje e vogël, e ngrohtë, që na kujton se vendi më I rëndësishëm është ku I ke njerëzit e dashur. Bëni momente të lumtura së bashku realitet. Banka Raiffeisen, make it happen. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur I bojmë do vjet, e qysh mu dok serios kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq, as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me I gëzu ma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po ma shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Jemi një këthy në 049978 për ndryshe, ju qeni në përvetura, mos harroni derivatet ma cilësore që bojnë ma shumë kilometra, I gjeni tek Petrol Company dhe boni pjesë e loja shpërblyese, po vazhdojnë loja shpërblyese, se cilën rimbushnie që bëni në vlerë ma shumë se 10 euro e merr një kuponin, edhe kështu mundri me qenë fitues potencial I veturës që bëjë dhura në Petrol Company. Komunikacioni nga Çaklavica drejtim Prishtinës Kolon, daljet e autostradës Fush Kosovë Tërne Kolon, Fush Kosova me Kolon, kryeqyteti për momentin rruga Hakim Ramadani, rruga Luan Aladina e rruga Tirana janë të ngarkuara me kolon, që mos më jeni hik kështu ran. Hajde telefonata. Oj fion na tranove. Alo. Alo. Përshëndetje. Kush ta përshëndet? Në ndëgjues nga Vështria. Emrin qysh e ka ndëgjuesi? Ndëgjuesi ku am në Ferez. Ku je më Ferez? Anis të kemë ma kallzuar në kështë që apum nje. Të pi qaj që të dhe pak. A pet qaja? A pet qaj, valla. A, një be Ferez. Në me vitin e ri, kur të bëni gëzuara, e bëni me qaj?
Po, me qaj, se jo me të tërdhen, jo. A pjusose ngishta ca, du të me koni në zet. Jo, me gota, këta me gjygyma bojnë. Jo, qoj do të me koni në zet. Në zet do të me koni. A e mani se cili ka një gjygym për veti kështu? Jo, A njët për bashkë? Unë du me centralizu, do me thonë. Për vitri do të me te pru pak. Shko mirë këta me botë centralizu, vish me lëshu kështu qeshme. Dhe gjëves pak, me posë se cili ka gjygym do të mi posë dhe grotë se cili mi qitë. Sa speqet i vetë, ha? Ta një bashka i kene? Jo, lo në vetë si qetë, jetë. Qka jetë të thonë, qysh më se qetë qojnë vetë? Ajz, dhe të lojë pasë a rinjë Se qetë qojnë vetë, ja qetë edhe grus. Ja kur valoj. Qka jetë të thonë, qysh jo more? Pasha nërën një. O ishallah s'pot nic. Po ja dish e lezeti njëtës. Ishallah s'pot nic. Bilim me të kalzu edhe një, po të kalzoj. Edhe mu la kur ho pa mi qiru si ho. Po të reka gati ty. Pasha zëtë nuk i ho pa mi qiru. Po kanë top form Ferizi, i reka gati. A di tregon personi që të mungon 10 orë? Edhe kjo i rejnë gati. Personi që mungon 10 orë është një vojtë në bilën e përcjeli. Ku po shkon? Shkon na fok të vetën. Shkyn na mungon mas shumëti. Do më thonë këtë dile martohet edhe ka me shku... Po, kanë këtë dile martohet. A një depë se s'po shkon një si mitë spari aty për vitri, me t'ja në zonë dere, prak. Ju se kje ka me shku në front, drejt për drejt e në mujna me shku. Front, qa ka lidhjen, qa mojk, njëri mas fëmis vetë du të me shku. Juve me shku atje. Po normal, edhe, ka dhe qaj edhe në front. Po veshtu se pejcimin e kanë të ujas, bas. Me qëmë shtatje e bojnë? është qaj fa. Me tame. Po pinë qëmë, sa po pinë qaj, i ka tje. Faleminderit Feris, përshëndesim. Hajde ka dëni mirë. Tung. E po që fatin vajza, se arru me thonë se qështu apishe të ugukna me fjunë, pas ka shku kja. E për vajzat, gratë, nënnat, burrat, motrat, hallat, tezet. Nga ti gruja jam. Koleg se arrovat. Nëse doni me bo një dhurat të qmuar, një dhurat që personi që do t'ja dhuroni s'ka me arru as njëherë, atër ju ftoj me shku në Rubin, që atje ku kem edhe nano Albin, katin e tretë e keni Rubinin, e keni edhe në qendër të qytetit, në rrugën Garibaldi, e keni edhe në Ferizaj, ku të që vjen ma letë shkoni, në Ari keni zbriti deri në 10% nga djetor, në Diamant keni zbriti deri në 20%, kështu që shfrytëzoni super ofertat për këtë fund vit, edhe... Kur po thunë Diamant, po me dorë kaune. Kaune. Falni. Diamant 20% zbritje. Anari 10. Okej, çfarë telefonat? Alo, përshëndetje, shumë dhe shoqe. Oj, Gone, qa po ndodh? Tu pas ka nervozu vjerria, Gone. Qa po bane, jo. Shumë mirë, jo, pëse? Jo, për t'i shka për tetën? Qa është të për t'i Jo, djali është të lu me një shok. E me qëfar djali zoj vjerës ke, një tane? Jo, djali ke. Unë e një zotin e vjerës, po ishpo. Oj, Gone, personi që të mungon këtë djetor. Djali zonin 60 ke. Për të të gonja këtë kush heq. Qa më do me një djali? Jo, po vish vazhdo Gone ti. Kush të mungon këtë djetor? Wallahi muz është shëqërë alhamdulillah të kompletum, jemi krec na mungon as. A thash, ja ku nis me të njoft Gone kështu. Okej, Gone, faleminderit, na ja tu prit. Ata që ti mungojnë kush. Jemi të lumtur të kompletuar, O, e di çka ka pat me thon kjo. E di çka pat me thon. Haj, çka? Pat me thon që ka më mungu vjerra që kishe kanë me morra ata tjetër për këtë vitri. Jo. Po bre që aty e pote vish bike kesh ty pi vjerrës. Jo. Hajde. Ajo me muje të këto gjitha. Po te për që ata po thamë, unë e pe di që jetan. Mos me morim pak adin për këtë vitri. Jemi të kompletun familja ime këto të lumë. Ju uroj një pas dite të këndshme. Gane në qapojmë, faleminderit. Ju uroj gjithat mirat, pashit, pat, lumëturi dhe harmoni në faleminderit. Kamerajzëve në subatik. Harmonikën ma ka morë dikush tjetër se tash po shkujnë për muzika adin. E kanë morë, ha? Batirin kamerajzëve në su shumë shpejt Ganja. Po thua? Jo, shumë shpejt, veç kamerajzëve në su. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Hashipin ka Saro me mi kuq këtu. Si e? Mi jemi kështu, gjëri mi shqip. Si po kalon? Mi po kalon, mi. Hajde Hashif tregon. Ma mirë se na ju, veç hajt. Personi që po të mungon mas shumë tin këtë 10 orë. Këtë 10 orë neve na mungojnë 2 djemt, 2 rejat edhe 2 mesat e mrekullueshme na mungojnë. Më thonë, prej që tyne kush po të mungon mas shumë ti? Djelt, rejat, a mesat? Mas shumë ti mesat. Mesat, pra. Mjaltit. Faleminderit Hashif. Me ndequr që kalon Qofshit bashk, faleminderit.
A dhe njanin e këshin pas tir kep gjithmonë fjone. Dhe mjalti mjaltit. E thëshin kepa e kepës tani. Ose kep me mjalt tash. Për këtë sezon. Për këtë sezon. Qa mos si fole për Batirin, Urna? Batir, përshëndetje. Përshëndetje. Ku je bre maj mire? Po jo, valla, ju matë mirë. Jo, bre se sta galon kërkush ty, Batir. Jo, la gonja gati. Gonja të ka afru, po sta galon kërkush. Rekordin e banë si njeri ma pozitiv këtu në emision. Që kjo herë qa po pjekët. Muë një 7-8 vin, veç edhe një 25 a ma shumë, i përmetës për mos të te pra, Batir, mos të te pra. Po thojna 1, 2, hajt, dikush me autom një autobus nuk i nëzem. 25, jo, ti një aeroplan për mushe. Ja, la me autom një autobus. Batir ka vetë dikush prej nga vjen Batiri, prej cilit ven ku jeton Batiri, e ku po dikun. Po e di po le të thotë. Batiri është i komunës Vostres. Më thon komunë. I fshatit Smrekonis, afër burgut Smrekonisës. Burgut famkeq. Faleminderit shumë që na ke telefonu. Përshëndesim. Mirë, keq na ka dhohi se e dim që i keq, po ka qenë e kam fjalën për periudhën para luftës. Valla bolli keq ka qenë, inshallah është i mirë që tash për momentin. Ju përshëndet. Batir, përqafojmë shumë, faleminderit se s'dia kena kohë për një telefonat ju. Ja ka ndru më ndru në e faren, që atja vakacionin, veç mos me përmenish. Për ndryshe, nëse doni me u duk si une, duni mu ndrejsh vetë. Por nëse doni mu duk si Fiona, duni me shku të jeta pa holli here në make-up. Mire në zira qëta. Në qendër të qytetit, e keni dhe rjetët sociale. Hajde, telefoni, jo po telefonata e fundit për ditën e sonë. Në po folit të vishoj. Oferta të fund vitit për në Instagram dhe t'i këshyrin. Po dem, keni oferta për fund vit, ju që keni me shku në përneja të punës, të jeta. Te i kirova njone. Hajde në Instagramin. Alo, të në ditën të porrit. Alo, përshëndetje. Kush përna përshëndet? Një shqipuse për komunës Lipjanit. Një ndëgjuse komunës Lipjanit. E ju në komuna atje i keni morë rogat e 13-a? Ja, dhe që këna morë një djoli malë, një rejë, një pishik, një bimesa, edhe 2 vojë. A keni vend me orë krejtë, ka? Ja, kena 2 janis në orë, 2 djeme, mesa e nipa, e 2 djoli nga një nove dhe 2 vojë. Faleminderit shumë, po të përshëndesim shumë, ka lëfsh mirë, po e pas ka dhe kjo një tren. Për juve që jeni tu shëshru me Glam Radio, vazhdojni na dërgoni foto se na vazhdojna me njerë vishë ndërprejna me Koa Vizionin, vazhdojna në radio, glamradio.fm, glamradio.fm, për juve që dojni me vazhdu me në ndjek, ose mos harroni me pa dhe emisionin që keni në YouTube. Deri nesër ju mos... A jena nesër apet? Nesër e premte të cem. E premte nesër. Deri nesër më koncentronu mirë se është një tem tjetër interesante, edhe mos harroni me epë shumë tashni. Faleminderit shumë gjithëve, larg shakos, vjen keq shumë që është ai shpreha jon që përdorim shumë shpesh që jemi bu pikë 5 pak a shumë, edhe që sidomos gjatë festave kemi shumë mall dhe shumë dashni për njëri tjetrin, kështu që uroj ju që jeni larg, bëheni bashkë shumë shpejt edhe pse jo të merrni befasi të jashtëzakonshme këtë fundvit. Vazhdoni që ndroni me Glam Radio, jeni na bashkë edhe për 1 orë në frekuencën 86 ose 100